Zik. Ndërkohë që ishim duke hedhur në kamër disa pamje nga qyteti antik I Rodosit, në hyrje të këtij qyteti u takuam me shqiptarin nga Përmeti Leonida Kristo. Pasi qëndruam për pak kohë me të, në tavolinën tonë vjen Fanis Dinis, mjeshtri I ndërtimit nga Konica, 51 vjeçar I martuar me 2 fëmijë, që ka nisur punën në ndërtim 30 vite të shkuara. Fillimisht në Konicë dhe në rrethinat e qytetit të tij, në Athinë për disa vite dhe kohët e fundit në qytetin e Rodosit. Mjeshtër në profesionin e tij. Në shoqërinë me përmetarin Leonida Kristo, pasi mori vesh se ishim së bashku në një nga lokalet e Rodosit dhe vija nga një televizion shqiptar, Fanis Dinis erdhi menjëherë për të qëndruar së bashku. Shumë I interesuar për të biseduar, njeri I punës dhe I këndshëm në bisedë, shokësh dhe miq. I apasionuar për këngët folklorike greke dhe shqiptare, në veçanti të Konicës dhe rrethinave shqiptare, si Përmeti, Kolonja dhe Korça. Janis Dinis tregon se është nga Konica, por me origjinë të hershme nga Panajaja e Vlorës. Από Κόνιτσα, όχι Κοριτσά. Από Κόνιτσα. Κοριτσά, ναι. Drejtoj pak te. Από το Δήμο Pra jemi këtu në ndrajq të qytetit të Rodosit. Jemi me Fanis Dinos. Δίνης. Και προγονική καταγωγή ενδεχομένως από την Παναγιά της Αυλώνας. Πριν από 200 χρόνια. Μέσα μόνο vesh 500 vjet të shkuara. Κατά 80% ναι από εκεί. 500 vjet të shkuara. Fanis Dinis ka origjinën nga Panajaja e Vlorës. Ai kujton me nostalgji origjinën e tij, nga fisi berberi I Panajas. Edhe pse nuk ka qenë Panaja, nga bisedat me miqtë e tij e përshkruan vendin e tij të bukur, një fshat I ngritur mbi një kodër të ëmbël, jo shumë larg detit, pranë lagunës së famshme të Nartës. Panajaja e rrethuar me bukuri të rralla natyrore, një vend mesdhetar me klimë të ngrohtë dhe toka të përshtatshme ku prodhohet gjithçka, ullinj, agrume, verë dhe raki. Më pas, Fanis Dinis do të vijonte. Φιλιά στους φίλους μου Αλβανούς, φιλιά στο φίλο μου τον Μόντι, στον Περιπέρι, στον Τόντι, τα παιδιά από την Αυλώνα που είναι όλοι αυτοί, από την Άρτα που είναι, να είναι πάντα καλά. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε στις δουλειές που δουλεύαμε στις οικοδομές. Ελπίζω να είναι ευχαριστημένοι τα παιδιά από μένα, τους φέρθηκα πάρα πολύ καλά. Τι να πούμε άλλο, να πούμε τραγούδι το «Ωρε ξενείτε μένο μου πουλί, ωρε και παραπονεμένο μου ρε ξενέ μου». Nisi intervistën vet Fanis Dinis ishte interesant. Kemi bëjmë pra me një njeri interesant, I 51 vjeç, por që banon në Rodës me origjina Konica. Tregon me kënaqësi dhe me origjinën e tij, që rradhë tregojnë
shqiptar këtë me origjinë të hershme, 500 vjeçare, nga Panajaja, me fiset berberi, berberi I njohur pra. Fisi berberi që është Fredo Berberi dhe të tjerë. Sotiri Berberis. Sotiri Berberis. Por ka të tjerë berberi. Berberi που πίνει πολύ τσίπρο. Νisi me këngë. Kam biseduar me shumë shqiptar, I kam pyetur për vendin tim. Ju dërgoj përshëndetjet më të mira. Shqiptarët janë shumë të mirë. Στη Βόρεια Δανία πάνω στα παιδιά στο Λέζε. Enkas për ne, Leonida shtroi peshk barbunj, të përgatitur në qast. Leonida ka një lokal, siç e shikojmë këtu në hyrje të qytetit antik të Rodosit, dhe I ka qëndruar krizës ekonomike në Greqi, edhe pse konkurenca është e lartë. Ai nisi me të njohurit e tij nga Panajaja, që siç është Sotir Berberi, nga Lushnja, Lezhë, Veriu I Shqipërisë. Ju thatë se keni shumë miq, nuk keni... Έχω πολλές παρέες Αλβανούς, είναι επόμενο να έχουμε παρέες Αλβανούς. Όταν είμαστε 8-10 χρόνια, περίπου 8-10 χρόνια μαζί, την ημέρα μαζί με τους Αλβανούς, είναι Αλβανούς. Δηλαδή, ζήτησα αίμα για ένα φίλο. Πού να βρω, εγώ Αλβανός, για 50 χρόνων αίμα. Έχουν προβλήματα τα παιδιά που τα πάντα, έρθουν σε μένα, πρέπει να τους βοηθήσω, τι μπορώ να κάνω. Shqiptarët që kam njohur unë janë të gjithë të mirë, thot Fanis Dinis. Unë punoj punë të ndryshme, janë racional në shpenzime dhe janë familjar të mirë. Unë jam njohur me shumë shqiptarë që banojnë në vende të ndryshme në Shqipëri, të gjithë të mirë dhe të respektuar. Duke filluar nga Vlora, Panajaja, që dikur kanë qenë vendlindja e gjyshëve të mi, dhe shumë të tjerë që kanë punuar në punë të ndryshme. Konica qyteti im I lidhjes me të cilin krenohem, ndërsa Panajaja është vendlindja e gjyshëve të mi. Ne kemi shumë gjëra të përbashkëta me shqiptarët. Kemi zakone dhe tradita të përbashkëta dhe asgjë nuk na ndan. Populli është më I mirë se politikanët. Prandaj unë I dua të gjithë njerëzit, në veçanti ata që janë të mirë, të sjellshëm dhe punëtorë. Ne na bashkon muzika popullore, jo e ngjashme, por pothuaj e barabartë. Dëgjoj me kënaqësi këngëtar shqiptar të muzikës popullore, klarinetin Laver Bariut dhe këngët përmetare, të kënduara me aq mjeshtri, gjithashtu këngët korçare, serenatat e Elifarës. Kam shumë miq të mirë nga Shqipëria. Të gjithë janë njerëz të Zotit. Të parët e mi kanë lindur atje dhe prindët asnjëherë nuk kanë folur keq për shqiptarët. Unë jo vetëm kam besuar prindërit e mi për fjalët që kanë thënë, por I kam provuar shqiptarët, duke punuar së bashku me ta, të cilët kanë kryer në mënyrë korekte shumë punë dhe nuk kam patur asnjë mosmarrëveshje me ta. Nuk diskutohet që edhe unë kam qenë korrekt ndaj tyre, lidhur me shpërblimin e punës në kohë dhe sipas të marrëveshjeve të bëra qysh në fillim. Unë e kam trashëgimi edhe nga gjyshit dhe prindërit e mi, që të respektoj çdo njeri, aq më shumë njerëzit e një gjaku dhe të një tradite dhe zakoni, siç jeni ju. Dhe pas këtyre vlerësimeve për shqiptarët, Fanis Dinis nisi menjëherë këngën e Elifarës. Do marr çiften, do dalë për gjah. E këndon në shqip me shumë kënaqësi Fanis. Unë isha nisur për punë në Faliraq, thot Fanis Dinis, por sa mora vesh se miku im ishte me një gazetar shqiptar, e la çdo punë dhe erdha këtu të qëndrojmë së bashku. Ne nuk kemi popull të ndryshëm, por jemi një lloj, thot Fanis Dinis. Na bashkon krahina, këngët, zakonet dhe tradita. Unë I dua të gjithë huajt, nuk bëj dallime, por në veçanti shqiptarët janë të këndshëm. Më pas në rrymë dhe pyetëm bashkëbiseduesin nga konica Fanis Dinis lidhur me krizën ekonomike që po përjeton Greqia vitet e fundit.
Είναι κρίμα η Ελλάδα να περνάει κρίση. Δεν έπρεπε την Ελλάδα δεν έπρεπε υποδενή λόγο να την αφήσουν να περνάει κρίση. Është krim që Greqia të kalonte këtë krizë, një krizë e rëndë që po e përjeton populli për fajt politikanëve. Një vend i bukur si Greqia, ku është punuar për kaq vite për ta ndërtuar gjithçka, siç e shikoni, jo vetëm në Rodos, por në të gjithë ishujt dhe qytetet greke. Greqia dhe grekët kanë punuar shumë vite për të ardhur në këto bukuri që janë realizuar. Para 50 vitesh Greqia ka qenë në nivel të dobët ekonomik, edhe nga infrastruktura, por me sa duket i duhej Europës të katadisej Greqia në këtë gjendje. Me keqardhje shpreh Shfanizdinis, por me shpresë se shpejt Greqia do të kthehet në gjendje të mirë. Sigurisht që gjithçka varet nga Evropa, nga Gjermania, për kalimin e fondeve. Unë besoj se Greqia pas 4-5 vitesh do të rikthehet në gjendje të mirë. Αν ο Έλληνας, αυτό το λέω όχι ότι είναι σίγουρο, αλλά αν ο Έλληνας σοβαρευτεί λιγάκι, το μυαλό που έχει, την κρίση αυτή που θα την ξεπεράσει, να πούμε και μια λίγο το φιλότιμο, την κρίση αυτή θα την ξεπεράσει μέσα σε 3 χρόνια. Me gjithë kushtet natyrore shumë të mira, Greqia nuk do të ishte kështu. Politikanët nuk kanë punuar mirë. Vetëm ndryshimi i mendjeve të shtetarëve do të ndryshojë Greqinë, se populli ky ka qenë. Asnjëherë nuk I vjen e keq një shteti nga populli. Η Ελλάδα παιδιά είναι πλούσια σε πολιτισμό. Είναι σαν κράτος, δηλαδή μπορεί να στηριχτεί στον ήλιο και στον πολιτισμό που έχει μόνο. Unë kam punuar shumë për 30 vite rresht, se si përmarrës në ndërtim. Gjatë gjithë kohës kam punuar për të mbajtur familjen time, për të arritur një nivel ekonomik. Kam 2 djem, nënën dhe gruan. Gruan e kam marrë nga Rrethinat e Konicës, ndërsa djemtë vazhdojnë shkollën. Jam I kënaqur me familjen time. I llogaris të ardhurët e mia, aq sa marr shpenzoj. Dhe unë për vete nuk jam në krizë. Siç e shikoni, ja, po pim raki. Çfarë do të veçonit nga zakonet dhe traditat e krahinës tuaj? Çfarë ke dëgjuar për shqiptarët? Konica dhe pjesën të rrethëqark, vendet shqiptare, siç janë Korça, Përmeti, Erseka, po thuaj janë barabartë. Unë I ndjek shumë këngët shqiptare dhe njoh shumë shqiptar që jemi gjiton. Më pëlqen shumë Elifara, një këngëtare e famshme dhe grua e bukur. Por edhe klarineta e Laverbariut, si dhe këngët përmetare. Fanizdinis mezi priset dëgjonte Elifarën me aq pasion, sa që këngët e saj I ka mësuar t'i këndoj shqip, më pas ai vazhdon. Kur dëgjoj Laverbariun dhe këngët përmetare, mbushem me hare. Jam shumë I lumtur dhe mezi pres t'i dëgjoj. Elifara do të na shoqëroj me këngën e saj në këtë reportazh. Do të na shoqëroj. Έλλη μου, χτύπα το κίφτια ψαγάρικα, για μάσο κουρελιά. U detyrova të qëndroj në lokal, teksa mora vesh se keni ardhur enkas për mua, I thash Fanizdinis. Pas kësaj hodhëm në kamer pamjet e bukura të limanit të vogël të jahteve dhe anijeve që lidhin ishujt e gjeut me njëri tjetrin. Një pamje e bukur, rrethëqark,
Pjesa më e bukur e qytetit, që në muajt e verës lokalet funksionojnë non-stop, 24 orë. Aty pranë, një nga hyrjet e qytetit antik të Rodosit, që në muajt e dimrit ka shumë pak lëvizje. Filmuam pak nga këto mure të lashtë, me shumë pak njerëz, por që janë dëshmi e shekujve. Pas 2 ditësh së bashku me premetarin Leonida si dhe Fanis Dinis nga Konica, do të qëndrojmë në një nga lokalet pranë qytetit antik të Rodosit. Në një rrugë aty pranë qytetit antik të Rodosit u grumullon shqiptar dhe grek, Fanis Dinis, Kosta Mastoras e tjera. Aris quhet taverna ku punon shqiptari nga Tepelena, i miqësuar me grek dhe shqiptar nga Tepelena, Korsha, Fieri dhe Mallakastra. Një ambient miq, shumë i këndshëm, ku do të këndoj dhe vallëzoj pa dallim, kombësh dhe racash. Aramis Fafa, një burr rreth të 5 vjetëve, që kishte nisur punën si kuzhinier 20 vite të shkuara në Tepelen. Nga fshati malor i Arabies, kishte zbritur në Tepelen, ku kishte punuar për disa vite në një nga lokalet me Maliej. Në vitet 97 emigroi në Greqi. Ishin vitet e luftës. Për më shumë se 10 vite ka punuar në Athinë dhe 5 vitet e fundit në ishullin e Rodosit, ku ka guxuar të punojë këtë lokal me shumë shërbime. Mish i pjekur sipas traditës së Tepelenës, gatimet tradicionale të kuzhinës greke dhe shqiptare e tjera. Në ditët e fundjavës në këtë lokal grumullohen grek dhe shqiptar, si dhe kombësit tjera. Zotësia e Aramis Fafës, për mjeshtrinë e gatimit dhe të komunikimit, ka bërë që këtu të hyjnë dhe të dalin klient dhe të mbeten të kënaqur për shërbimin me cilësinë e gatimit. Aramis Fafa e përballon konkurrencën e shumë lokaleve në radhë parë me gatimin tradicional që pëlqehet nga grek, shqiptar dhe të tjerë. Gatuan dhe shërben jo vetëm për klientët që vinë lokal, por plotëson me rigorozitet kërkesat në familje jashtë tavernës. Aramis Fafa gjen gatime me shumë shije të mishit qengjit që e porosit nga malësitë e aninës dhe kakaveis, mishdari dhe pulli në zgar, byrek të ndryshëm me mish e tjera. Është mish e marim në Janina, është mish fshati në malet e Janinës. Kemi prerë pajdaq qengji, si pajdaq i Tepelenës, në malet e Tepelenës Labaris. është një soj mish, një mish i këtë, një mish këtë. Rase gjen në çdo tavernë kështu apo jo? Original mish Shqipërie. Kemi tërë klient shqiptar, grek, në Janina, në Athina, e preferojnë mishin e Janinës. Është kjo arsye që juve i rezistoni krizës këtu në Greqi? Kriza në Greqi ka vazhduar ka këtu e 2 vjet. Mundohemi me cilësit të lartë
me miq të mirë që kemi klientelë të përditshme, i shqiptarian dhe grek. Këtë zanatin e kuzhinierit e ke pasur apo e ke mësuar? E kam pas që në Shqipëri, kam 22 vjet në zanat. Ku punoj aty me ndonjë restorant? Kam hapur lokal për herë të parë në Shqipëri në 91-in. E mbylla në kohën e 97-ën era në Greqi e fillova këtu aktivitetin e këtij zanati. Tu punoni familjarisht apo ke njerëz të punësuar? Tu jemi familjarisht. Me kë? Jam me gruan, me djalin, jemi biznesin familjarisht. Daj edhe i rezistojmë krizës sot në Greqi. Paguan shumë për qera në lokalet? Qeraja normale. Nuk paguajmë edhe shumë, me çmimet janë, jemi shumë mirë. Në gjatë periudhës dimrit keni problem për klientel? Klientelin e kemi njësoj, si ndimën e mbear. E kemi për 12 muaj viti, se kemi për pika turistike. Punojmë edhe me të muaj edhe me vendas, edhe me shqiptarë. Faleminderit. Faleminderit e juve që erdhët na pat, na vëzhguat. Faleminderit. U prefshin gjithmonë shëndet dhe bereqet. Pritani. U dëshiroj që këtë emision që xhirohet këtu që ta shikojnë në Rabie, në Tepelen, me Maliaj, në gjithë fshatat e Fierit, kemi njerëz në Fier. Kanali juaj është kanal shumë i lartë, sa ka merrur Shqipëria kam ndjekur. Besoj se do na shohin gjithë të dashurit e tafu. Propta. Përsërisë më thuaj. Një sekundë. Ju ndjekim me shumë interes për këtë punë që i bëni juve, që shikojnë nenat e vëllezërit gjithë dashurit tanë në Shqipëri, është punë me tërmend, fisnike, e pastër, që vëzhgonit gjithë shqiptarët kudo që ndodhe në Greqi, që kënë arë shumë herë në Rodos, ju mi presim prapë të vini në Rodos, është punë e lartë dhe fisnike. Bravo u qoftë edhe të keni suksese. Në ditë të festave të fundvitit u grumulluan vizitor, han, pin dhe këndojnë, shqiptar dhe grek, pa dallim kombesh, psikologjirat vjetëruara, që janë të kultivuara në grupet saktura, të nxitura nga politikanë bastard dhe albanofog, të pa skrupullt. Fanis Dinis dha mesazhin e njeriu të mirë që respekton të gjitha racat dhe kombet. Sonte së bashku me primetarin Leonida Kristo, han, pin dhe këndojnë, vallëzojnë dhe tregojnë Barsaleta. Έτσι δεν περνάτε κι εσείς παιδιά εκεί πέρα στο Λέζια και στη Λούσνα. Έτσι θα περνάτε στο χέρι. Αυτή είναι η κρίση που μας δέρνει. Τραγουδάμε τον πόνο μας. Kështu kalohet kriza në Greqi. Ja, kjo është kriza në Greqi. Kjo është kriza në Greqi, me kanë. Δεν χρειάζεται, το τραγουδάμε. Fani, kjo është kriza në Greqi. Αυτή είναι η κρίση στην Ελλάδα. Kjo është kriza në Greqi. Ποιος είναι κρίζα Greqi? Ποιος είναι κρίζα Greqi? Greqiste. Profesora. Me dragudhja, edhe me faji, arakia. Ωρε να εμείς εδώ δε, όχι ενίξαμε. Ωρε να φάμε και να πιούμε. Kostas Mastoras, një mjeshtër i punëve të ndërtimit dhe artist në zërin e tij brillant, të vlerësuar jo vetëm në qarqet e muzikës popullore greke, por edhe nga ata shqiptar, si Uli Baka dhe Eli Fara. Ai ishi pranishëm në këtë mbrëmje të gëzuar me shqiptarët, këndon, heq valle dhe komenton këngë dhe ngjarje të lidhura me këngët popullore. Ai pëlqen folklorin shqiptar, muzikën popullore, aq shumë të ngjashme me trevat e Janinës, Konicës e tjera. Më pas na befasuan dy valltar.
I zoti lokalit Ramis Fafa nga Tepelena, I veshur me kostumin kombëtar shqiptar, si dhe kamarieri Korçar, që kanë nisur të udhëheq vallën popullore shqiptare, në sfondin e këngës Aq të bukur, popullore patriotike shqiptare. Kostumi shqiptar me fusanellën karakteristike, ndonse jo të shtrenjtë si kostumet e para kombëtare të ngarkuara me ar dhe argjend, që ka veshur Lord Bajroni në udhëtimin e viteve 800 në vizitën që I bëri Ali Pash Tepelenës. Por një kostum I ngjashëm me atë, një fustanell jo e shkurtuar, siç e kanë përshtatur grekët dhe e kanë bastarduar, originalitetin e kostumit famshëm dhe shumë të bukur shqiptar. Me kostumin kombëtar dhe veshjen malsore të djalit Korçar nisën vallën dhe pas tyre Fanis Dinis dhe Kosta Masaras, dy grekët virtuoz nga Konica dhe Janina, që shoqëruan vallet në sfondin e muzikës brillante shqiptare. Një atmosferë e bukur që na krijoi emocione, dhimbje dhe mall që mund ta kuptojnë vetëm shqiptarët jashtë dheut. Nderim për folklorin dhe muzikën shqiptare, nderim për djemtë e emigruar që mbajnë lart traditën dhe zakonet shqiptare. Nderim për ata grek që nuk njohin albanofobi për kombin e bukur të shqiponjave.
kënga dhe vallja që bashkon popull. Me këngë dhe vallet shqiptare dhe greke vazhdoi kjo mbrëmje deri në orët e vona të natës, me mesazhe të qarta bashkimi dhe vllazërimi midis njerëzve, të kombeve, racave dhe vendeve të ndryshme. Vetëm lotje